Jeta në kryeqytetin e Shqipërisë duket se rrjedh normalisht një ditë para zhvillimit të protestës homazh të Partisë Socialiste. Por përtej këtij normaliteti, qëndron dhe frika se mos përsëritet e njëjta situatë si në datën 21 janar. Një ditë më parë, të gjitha institucionet ndërkombëtare kërkuan heqjen dorë të pozitës dhe opozitës nga tubimet e paralajmëruara. Vetëm pozita shprehet po, ndërsa opozita përgjigjet kundër sugjerimeve të Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Po vetë qytetarët janë pro apo kundër vendimit të kryesocialistit Rama? Unë jam kundër, sepse edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Bashkimi Evropian janë kundra kësaj. Ashtu si janë shpreh Shtetet e Bashkuara, ashtu jam dhe unë. Nuk ka llaf. Populli do që si punë, nuk do protesta. Voto aty merr pushtet drejto, s'merr pushtet prit kur vjen radha. Protestat dhe shkatarim, e pam që ishte 97, nuk dum luftë ma njëri me tjetrin, dum qetësi, paq dhe lumturi. Unë buk du, punoj, jetoj. Ama jo këshu, armët, shqiptare dhe vlajt, armët, jo. Kjo është shumë tut, as gurit policit, jo. Kundër, komplet kundër. Është gjynat, ma është në qafë, të rritë, të dalin atje dhe të vriten. Nësi shtetë botës nuk merët qeveria me dhunë, vesh me voda. Të votojmë 2 vjetra në vetëm, kush dhe që ta marë? Kundër. Më mirë që mos bëhet dhe s'duam dhunë, duam qetësin. Shiko, unë jam kundër protestave, dhe çdo lloj proteste. Unë jam gjithmonë pro ligjit. Jo, kundër protestës jemi, s'du të bëjnë protesta me thënë drejtën, s'është mirë. Jo të gjithë shprehën hapur mendimin kundër protestës homazh. Jashtë kamerës edhe bizneset e vogla dhe të mesme përgjatë rrugëve të Tiranës, të cilat varen nga Bashkia e Tiranës, shprehen se do të mbyllin aktivitetet e tyre si të vetme mënyrë për të mbrojtur nga shkatërimi. Madje edhe për të lëvizur lirshëm në këtë rrugë është një pikë pyetje nga ana e tyre, pasi tremben se mos përsëritet e njëjta ngjarje e dhunshme ndaj kalimtarëve të rastësishëm. Mos tërheqja e Partisë Socialiste nga protesta e datës 28 janar nuk aprovohet nga qytetarët e Tiranës, edhe për faktin tjetër, se çdo dëm apo shkatërim që i bëhet pronave publike do të ndreqet me paratë e vetë taksapaguesve të kryeqytetit. Jeta dhe biznesi i të cilëve duket i rrezikuar në këto ditë të rrezuara. Megjithatë, janë po këta qytetarë të Shqipërisë që kanë treguar dhe po tregojnë se përtej vendimeve politike të një partie, jeta duhet vazhdoj pa demonstrata apo tubime, që vetëm qetësi nuk favorizojnë.